Mirë, i kthem për diskutuar pak për pagesën e biletës së urbanit, i cili do të kërkohet në fakt me ngulm nga Bashkimi Evropian që të paguhet me kartë. Sa gati jemi ne për këtë procedurë dhe nëse ka nisur, do kemi mundësi ta diskutojmë me Konstantin Fonin nga shoqata e transportit qytetas. Mirë se vjen. Kosta, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Kemi diskutuar bashkë her pas here për problematikat e transportit. Tashmë ndalemi te kjo pikë. Po. Në vendet e Bashkimit Evropian fakti paguhen me kartë. Nuk ke një faturino, ka një lloj transparente ndoshta më të madhe, sigurisht dhe aty ka firo pafund, duhet ta themi, jo të gjithë e paguajnë gjithmonë atë transportin kur nuk kanë dikë që ti monitorojë dhe ti kontrollojë. Po si duket kjo kërkesë? Shiko, ne nuk kemi kundër kërkesave apo kundër integrimit në Bashkimin Evropian. Patjetër që ashtu siç është në vendet e zhvilluara, transporti publik duhet të zhvillohet edhe të integrohemi edhe ne ashtu siç është në vendet e zhvilluara. Ka patur një njoftim zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në lidhje me të gjithë subjektet tatimpagues, të cilët kryen transaksione me para në dorë që të pajisen me sistemin e POS-it. Pra, çdo autobus ose çdo operator i cili kryen shërbime transportit publik, qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas, duhet të pajiset me një aparat për çdo transakcion me para në dorë në rast se pasagjeri apo klienti do dëshiroj që mos ta paguaj me lek në dorë, por me anë të kartës bankare. Okej. Patjetër që në vendet e zhvilluara kështu funksionon. Pra, deri kur është afati kësaj kërkese? Ekziston biletimi elektronik, mirë po atje ka dhe karta të cilat shpërndahen falas në një herë dhe më pas ato karta rimbushen me aq vlerë monetare sa do të udhëtoj pasagjeri dhe më pas chargjohet në çdo validator që është implementuar në autobuset e transportit publik. Për pjesën e afatit është deri me datën 30 maj. Pra që të gjithë subjektet tatimpagues duhet të pajisen me këtë aparat. Ne nuk është se kemi një pikë të caktuar apo biletat jepen në një pikë dhe aty mund të implementohet dhe montohet pajisja e cila kërkon dhe të jetë online, pra të jetë lidhur me internet, pra nuk mund nëse nuk ka internet pajisja apo e lidhur diku, nuk mund të funksionojë. Si janë bëjnë autobusat jashtë edhe tramët? Patjetër kanë pajisje të montuar në autobus. Ato janë pajisjet që janë të montuara aty. Dhe këto pajisjet e montuara ti shkon kalon direkt kartën edhe merr pagesën. Patjetër. Këtu tek ne s'mund të bëhet kjo këtu te ne? Patjetër që mund të bëhet. Ne nuk themi që nuk e pranojmë dhe nuk mund të bëhet. Atëherë, ne kemi marrë një informacion nga bankat e nivelit të dytë, të cilët ata posedojnë sistemin edhe POS-in, pra dhe aparatin, dhe kemi mesatarizuar tarifat dhe kostot që ata kanë, kushtet që kanë bankat në lidhje me këtë sistem dhe me këtë pajisje që mund ta marrësh. Po pse kemi në fakt me tarifime kur ne tashmë jemi bërë edhe pjesë tashmë e sistemit online, flas transaksioneve me Bashkimin Evropian ku kemi ekonominë e lirë. Pra nëse unë dua t'i dërgoj para dikujt që është jashtë, tashmë unë paguaj tarifa një lloj si t'ishte në Shqipëri. Pra nuk kam nevojë më flasë, se nuk është mirëfilli ashtu, por edhe për transaksione të mëdha. Prandaj dhe kemi kërkuar që të ulemi në një tryezë me institucionet e tatimeve, me institucionet bankare dhe ato të bashkive, në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje, një alternativë, në mënyrë që as pasagjeri mos të tarifohet mbi atë pagesë më shumë se sa është në biletën e përcaktuar. Pra, operatorët kanë një tarif, bilete është e paracaktuar dhe ne nuk mund ta ndryshojmë atë për pasagerët që duan të bëjnë transaksione me anë të kartës bankare. Dhe të ulemi në një tryezë ku kjo përqindje e cila është afërsisht 2.7% mbi vlerën që do të paguash dhe ka dhe një tarif fikse që ka çdo transakcion që kryen, si për një bilet 40 lekë, si për një bilet 1.000 lekë, apo për një transakcion tjetër për një blerje 100.000 lekë. Pra është një tarif fikse që është 30 lekë. Kjo është edhe jashtë? Kjo tarifa? 2.4%? Nuk kam informacion mbi transakcionet apo përqindjet që kanë bankat jashtë Shqipërisë, por ne kemi marrë informacion nga bankat që kemi këtu në Shqipëri. Patjetër që ato janë private dhe kanë kushtet e tyre.
por në rastin konkret, në transportin publik, duhet të... Po jo, po të shkojmë në pjesë e Bashkimit Evropian, do varen nga Banka e Europës, edhe ata me rregullat e tyre, kështu që nëse bankat e Europës pastaj nuk e kanë me ato përqindjen e caktuar, edhe banka këtu në Shqipëri do t'i ndryshojë këto rregulla. Prandaj dhe kemi ngritur këtë shqetësim, pasi bileta nuk do të jetë më ajo që qytetari paguan, nëse qytetari do të dëshiroj ta paguaj me anë të kartës bankare, por do ketë këto kosto të shtuara ekstra. Pra, ti thua që nëse është sot tarifa që flasim, 40 lekë. Po le të flasim për një bilet urbani në Tiranë që është 40 lekë. 40 lekë. Po. Nëse do të bëhet me kartë, që besoj duhet të bëhet me kartë, kur e keni afatin për ta bërë me kartë? Atëre, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar që nga data 1 qershor të gjithë tatim paguesit që kryen me transaksione me para në dorë duhet të jenë të pajisur me këtë lloj pajisje dhe këtë lloj sistemi. Deri kur? Nga data 1 qershor e mbrapa. Nga data 1 qershor, që do thotë që nga tani afër ju duhet keni pajisje. Duhet kemi pajisje të instaluara në çdo autobus. Janë të shqetësuar drejtuesit, ata të cilët sipërmarrësit e transporteve? Shiko, ne jemi të shqetësuar pasi kjo lloj pajisje dhe ky lloj sistemi ka ca kosto. Një pajisje e tillë për ta implementuar dhe ta instalosh në çdo autobus, vetëm pajisja kushton 500.000 lekë, pra 50.000 lekë të reja. Ka një tarif mirëmbajtje mujore si të përdoret ose mos përdoret kjo pajisje, ka dhe mirëmbajtje, disa zëra të tjera mirëmbajtje që këto rëndojnë për operatorin. Unë po bëj një përllogaritje, nëse bileta është 40 lekë plus 2.4%, po, 2.7 e kam, po, okej. 2.7? 2.7%. Okej, 2.7%, po e bëj llogarin, 2.7%, del 41 lekë, pik 08. Plus 30 lekë që është tarif fikse për çdo transakcion. 30 lekë. Plus 30 lekë mbi këtë tarif? Për çdo transakcion të gjitha bankat e nivelit të dytë është një tarif fikse. Jo, po kjo shkon 70 lekë bileta. Po pikërisht pra. 71 lekë bileta. Prandaj dhe ne kemi kërkuar një informacion të detajuar se si do të funksionoj dhe qytetari duhet ta di në rast se do të përdori që të kryej pagesën me anë të këtij lloji transaksioni, në mënyrë që të jemi transparent si ne ndaj qytetarëve, por edhe tatimet ndaj operatorëve. E kuptoj, po kjo në fakt është e arrit gati 2 fish vlerën e... Prandaj dhe ne jemi shqetësuar në lidhje me këtë implementim. Nuk jemi kundër as të pajisën... Kjo është vetëm për transportin apo në... Për transportin publik pasagjerëve si qyteta, si ndërqyteta, si interurban. Pra, bëhet fjalë në rang vendin që të gjithë autobusët, jo operatorët, por të çdo autobus quhet njësi lëvizëse dhe kryen transaksione me para në dorë. Pra, çdo autobus ka një faturino brenda i cili shkëmben... Jeni ulur ta diskutoni me përfaqësuesit e Ministrisë Transportit, me përfaqësuesit lokal? Ne i kemi dërguar shkresë kërkesë në gjithë instancat. Mirë po, ende nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare, por ditën e sotshme kemi një informacion jo zyrtar nga drejtuesi i tatimeve, ku është shprehur se nuk do të fillojnë me aplikime gjobash apo kontrole në këtë sektor, mirë po do të ulemi dhe të diskutojmë se si së bashku me institucionet bankare, sigurisht se ky sistem dhe këto pajisjet i kanë vetëm bankat e nivelit të dytë. Duhet të ulemi që të diskutojmë se si do të funksionoj dhe sa do të tarifohet qytetari nëse do dëshiroj ta paguaj këtë me kartën bankare. Mbase ka ardhur momenti dhe koha ku të instalohet biletimi elektronik, të implementohet. Ne kemi kërkuar prej vitesh. Mirë po, dëshira dhe vullneti si ajo qeverisës vendore dhe ajo qendrore ka munguar në mënyrë gjatë gjithë kësaj kohe. Po, në rastin e biletave online, biletimit elektronik, pse keni kërkuar ju? Për cilën arsye? Atëherë, kjo është kërkuar në mënyrë që... Se është e vërtet që biletimi elektronik ju e keni kërkuar, po ju nuk paguani më faturino? Ne nuk paguajmë më faturino, por edhe ato faturino deri në një fazë... Pra juve kostot ju ulen? Deri në një fazë... Kostot ju ulen, po? Patjetër, ndërkohë bileta i rritet qytetarit. Atëherë, çmimi i biletës mbetet në se si do ta janë politikat vendore dhe ato qendrore në pjesën e çmimit të biletës që sa do të jetë dhe sa do të paguaj pasagjeri për X linjë. Ne kemi kërkuar që të jemi transparent edhe për pasagerët
por pasagjeri në atë formë ne dim se sa është kategoria si e pensionistëve, si e studentit, pra nuk është e nevojshme më që të presin në radhë pensionistët, nuk është e nevojshme më që ose studentët të pajisen me abone, por çekimi i kartës që ka çdo person që gëzon të drejtën e udhëtimit transportit publik falas, mund ta çekojnë nëpërmjet asaj pajisje dhe qytetarët nuk do të kryen më transaksione me para në dorë. Mirë, faleminderit shumë që e bëm këtë bisedë bashkë. Do të shohim tashmë se çfarë do të ndodhë edhe me biletimin elektronik. Unë do të shkëputem në shumë pak sekonda dhe më pas do të ndalem tek çmimi që ka fituar Universiteti Luigjë Gurakuqi.